Nata kishte rënë qetë mbi shtëpi, por qetësia ishte vetëm në dukje. Në dhomë, Edi dhe Bia flinin bashkë, të afërt, nën të njëjtin mbulim. Bia ishte zgjuar, me sytë që i shndrisnin nga ajo ndjenje e çuditshme kur e di që po provokon dikë me vetdije. Edi qëndronte pranë saj, i heshtur, ndoshta i pavetdijshëm për stuhin që po përgatitej pak metra më larg, kur Dolce kaloi pranë, Bia e pa menjëherë. Nuk ishte rastësi. Ishte një çast i zgjedhur me kujdes, Dolce, i tha me një ton të ëmbël, por që fshite thumbin. Mos je për naj trile që sonte? Fjalët ranë rënd, edhe pse u than lehtë. Ishte një provokim i pastër, i drejt për drejt. Një përpjekje për ta bërë xheloze, për ta goditur aty ku dhem më shumë. Edi nuk foli. Nuk reagoi. Dhe pikërisht ajo heshtje e tij e bëri gjithçka edhe më të rëndë për Dolcen, ajo u ndal. Për një moment dukej sikur do të fliste. U afrua më pranë, me hapa të qetë, por me zemrën që i rrite fort. Sytë i kishte të errësuar, jo nga zemërimi i shpërthyer, por nga një zhgënjim i thellë që nuk gjente fjalë, pa thënë asgjë, Dolce ju afrua edhe një hap. Dhe në atë çast, me një lëvizje instinktive, e shtyu Bian lehtë, mjaftueshëm për të treguar kufirin. Nuk ishte dhunë, ishte reagim. Ishte një mjaft pa zë, pastaj u kthye dhe iku, asnjë fjalë. Asnjë britëm. Asnjë shpjegim, heshtja e saj ishte më e fortë se çdo debat. Hapi derën dhe u largua, duke lënë pas një dhomë të mbushur me tension dhe pyetje të pambyllura. Bia mbeti aty, e surprizuar nga reagimi. Provokimi kishte funksionuar, por jo siç e kishte menduar. Nuk kishte marrë skenën që priste, kishte marrë një heshtje që peshonte më shumë. Edi ul pak, i shqetësuar. Për herë të parë, ndoshta, e kuptoi se ajo që kishte ndodhur nuk ishte thjesht lojë. Diçka ishte thyer. Ose të paktën ishte lëkundur fort. Dolce, nga ana tjetër, ecte me hapa të shpejtë, duke mbajtur veten. Nuk donte të qante para askujt. Nuk donte të shpjegonte ndjenja që as vet nuk i kishte të qarta. Xhelozia i kish,